Shërbimi i jashtëm i zburimit të Rusisë akuzoi të në industrinë serbe të mbrojtjes për furnizimin e Ukrainës me armë. Pavarësisht qëndrimit zyrtar të neutralitetit që ka mbajtur Beogradi në lidhje me luftën, raporton The Moscow Times. Sipas një deklarate të publikuar në faqen zyrtare të SVR-s, të paktën 7 kompani kryesore të industrisë serbe të mbrojtjes kanë dërguar qindra mijëra raketa dhe miliona fishek për armë të vogla drejt Ukrainës, duke përdorur, siç pretendohet, certifikata të rreme të përdoruesit final. Këto dërgesa vështirë se mund të justifikohen me qëllime humanitare. Qëllimi i tyre i vetëm i dukshëm është të vrasin dhe plagosin ushtarë dhe civilë rus, thuhet në deklaratën e SVR-s, e cila i cilëson këto veprime si një përpjekje për të ngulur Rusisë një thik pas shpine. Sipas raportit të publikuar verën e kaluar nga Financial Times, Serbia ka eksportuar municiona në vlerë prej 800 milion eurosh, afro $908 milion drejt Ukrainës, përmes vendeve të treta që nga nisi agresionit të plotë të Rusisë në vitin 2022. Presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili vizitoi Moskën këtë muaj me rastin e paradës ushtarake të ditës së fitores, ka mbrojtur eksportet duke i cilësuar si transaksione të lishme të realizuara përmes ndërmjetësve si SBA, Spanja dhe Çekia.